Fëmijëve do t'i kushtu kohë dhe vëmendje shumë, po për shkak të angazhimit të punës, nashta fëmija në kohën e sotit pak përjesin më s'duhet. Kosova është problem, se domethënë veç një prind është shumë probleme më rri më kujdes për familje. Atëherë pas orëve të punut të përshëndetje. Çe ke emrin? Ajan. Ajan? Po. Ajan, çat ka ble babi? Hamburger. A për na thuni vjerç? Zdi. A e thojna bashk? O babi, ami do pare, shkoj ta ble një abetare, lule kuqe, lule bardh, unë jam voglushi klasës parë. A di kong? Ja. Sa vjeçari je? Sa vjet i ki? 5. 5 vjet! O, sa i ma! E të Spider-Manin shumë, a? Po. Qysh jete? Mirë, Qysh po kalon? shumë. Pyetja jeme sotit është kjo. Sa duhet t'i kushtojna vëmendje dhe kohë fëmijëve? Fëmijëve do t'i kushtu kohë dhe vëmendje shumë, po për shkak të angazhimit të punës, nashta fëmija në kohën e sotit pak përjesin më s'duhet. A mendon që qerdhet janë vend adekuat për edukimin e fëmijëve tonë? Sepse ja vdesojnë. Me mujt me pas kohë, po tash për shkak koha që ka orë 2 prind, po do të paqare me kom punë, atëherë domethënë që edhe është një opsion. Se për ndryshe, fëmija nëse rritet familje dhe merr kulturën e familjes, atëherë konë ma mirë. Gjenerotat ma të vjetra mund me tregu ma mirë këtë punë, domethënë ka pas një ma suksesshëm se që sot. Unë kam bërë një pyetje sot, vetëm prindi ka qef me pa fëmijën e vetë për mi krejt botën. Ma mirë se. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë prindve, cilët po i çojnë fëmijët na për edukatore, edhe pi shohin na për video që kanë herë fëmijët pi bullizojnë, sa ju frigon kjo? Po, kohën e fundit është domethënë një temë që po bëhet mjaft shqetësuese, po është koha ka ofër, nuk i s'mundesh ndryshe. S'mundesh ndryshe, por ndryshe fëmija nëse rritën familje, atëherë ka qenë shumë më mirë. Shumë më mirë. Po sa shqetësuese kur i sheh videot që njerëzit pja bullizojnë çerdhja fëmijën, pja vre, pja lëndon. Çfarë ju shqetëson? A ju shqetëson ky fakt? Po, në shqetësim i madh është, po mendoj që shteti më morë më shumë në këtë punë. Shteti do të më marrë. E keni privat apo shtetërore djalin? Djali nuk është në qepe, Okej. domethënë është në shtëpi, po tash koha që ka orë thash, patjetër që do të s'mundesh ndryshe. E vërtetë, Nëse çfarë punon mes... dy prind, atëherë fëmia s'ka A zgjedhje. duhet gjithçysh janë i prind me lanë punën për mu kujdes për fëmijën? Kosova është problem, se domethënë veç një prind është shumë probleme më rri më kujdes për familje. Atëherë pas orëve të punut të. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë prindve kudo që janë? Më morë ma shumë me fëmijë. Më Më morë ma shumë me fëmijë. Domethënë fëmija në adoleshencë dëni për kujdesit madhe, se tash po shohim raste qysh domethënë fëmijët nërmush, po ka vrasje, po ka therrje, po ka dhe është një problem shumë i madh. Faleminderit që ishi pjesë e jona qa ke njo. Ku të rritë, qa ki mu ba? Mjek. Mjek? Për shka mjek? Kam qatë. Pse? Njerëz. A ki mja dhënë babi tani injekcien? A ki mja dhënë mu injekcien? Po. Seriozisht? Po.